Komisioni për verifikimin e pronave komunale, kryesuar nga Ali Tafarshiku, tani ka hyrë në fazën finale, atë të regjistrimit të tyre në kadastër. Komisioni ka hyrë në fazën finale, jemi në përgatitje të regjistrit dhe të regjistrimit në drejtorinë e kadastrit. E meta më madhe e kësaj pune ka qenë që pronat komunale edhe sot nuk janë të regjistruara në drejtorinë e kadastrit. Ne tashmë kemi fillu me drejtorin kontaktet e vazhdueshme për regjistrimin e këtyre pronave, do thotë që i evidentojmë si prona komunale dhe pas regjistrimit të tyre atëherë do të shqyrtohen kontratat, do shqyrtohen rastet të cilat i shfrytëzojnë aktualisht. Në bazë të verifikimit që ka bërë ky komision, del që 90% e shfrytëzuesve të pronave komunale nuk kanë dokumentacion të rregullt apo valid, ndërsa vetëm 17% prej shfrytëzuesve të dyqaneve prone komunës kanë dorëzuar dokumentacionin e kërkuar. I kemi diku 180 banisa të identifikuar, 54 dyqane, prej tyre kemi raste që ju kemi drejtu gjykatës komunale, njërën kemi fitu, i kemi edhe 17 raste diku që presim interpretimin e gjykatës. Edhe përkundër që evidentimit 54 dyqaneve, sidosi nga shfrytëzuesit në afatin kohor që ju ka dhënë komisioni, i kemi diku 17. Do thotë është një numër i vogël në krahasim me numrin e dyqaneve që shfrytëzohen. Pas filtrimit, pronat do të përdoren për qëllime të caktuara, qoftë qira apo strehim të varfërve. Nëse deri me sot kemi pasur shfrytëzues të pa evidentuar, pronat pa evidentuar dhe komuna nuk ka qenë përfituese nga shfrytëzimi i këtyre pronave, tash do të jetë nga muaji shtator do të jetë tërësisht e kundërta, do të kemi qoftë inkasime qirave, qoftë rastet evidentuar me kritere, do thotë sipas Komisionit Asamblesë që është për strehim, për raste sociale, jemi duke u munduar që t'ju japim mundësinë në bashkëpunim me Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor që t'ju japim edhe një mundësi tjetër që atyre shfrytëzuesve të cilët i shfrytëzojnë para viteve 90-ta, do thotë banesa dhe dyqanet, por nuk i kanë të blera plotësisht, që t'ju japim mundësinë që ta shlyejnë obligimin e tyre dhe t'i qesin këto prona në emrin e tyre. Tafarshiku po anë se shtatori është faza edhe ku mund të fillojnë dëbimet e para. Tafarshiku pranon se anëtarët e komisionit gjatë punës janë përballur me presione të mëdha nga shfrytëzuesit, me tendenca intervenimi, pa përjashtuar as kërcënimet, por këto janë tejkaluar pa ndonjë problem serioz, fal dialogut dhe sqarimit të procedurave e rregulloreve që u ka bërë komisioni shfrytëzuesve.